10 bandat më të rrezikshme të ajdutëve. Të bëhesh një ajdut i suksesshëm kërkon më shumë se sa vetëm aftësitë bazë. Kërkon një natyrë gjakftoktë, intelekt të mprehtë dhe forcë fizike. Megjithatë, disa ajdutit e kalojnë këto cilësi individuale, duke formuar banda të frikshme të dedikuara vetëm për orkestrimin e vjedhjeve në shkallë të gjerë. Këto banda famkeqe, jo vetëm që kanë kryer grabitje spektakolare, por edhe kanë lënë botën të maknitur me dinakërinë dhe guximin e tyre. Në videon tonë të ardhshme, ne zhytemi në historitë e 10 bandave më të suksesshme të grabitjeve, duke zbuluar largësitë e jashtëzakonshme që kanë bërë për të arritur famë të keqe në botën e krimit. E di, çdo herë që ju shoh në komente, çdo herë që klikoni subscribe, më kujtoni pse e dua këtë që po bëj. Por tani, dua ta çoj këtë lidhje një hap më tej. Nëse doni të më mbështesni vërtet dhe të bëheni pjesë më afërt të këtij udhëtimi, ju ftoj të bëheni antar të kanalit, si member, jo vetëm që më ndihmoni të krijoj më shumë e më mirë, por edhe merrni përmbajtje ekskluzive. Badge pranë emrit tuaj që tregon se jeni pjesë e grupit të veçantë dhe komunikim më personal, sepse dua t'ju njoh më shumë, një nga një. Çdo antarësi është një popër të komunitet. Për të rrugëtim që ndërtojmë bashkë çdo ditë, mjafton të klikoni join, bëhu antar poshtë videos dhe bëheni pjesë e familjes që po rritet me zemër. Faleminderit që jeni këtu, nuk do të isha këtu pa ju. Numri 10. Djemtë e Newtonit. Djemtë e Newtonit, një grup prej 4 vëllezërish nga Teksasi, vepronin në vitet 1920. Një kohë kur Amerika ishte plot me gangsterë dhe të jashtëligjshëm. Ndryshe nga bandat e tjera famkeqe të kohës së tyre, djemtë e Newtonit preferonin një qasje jo të dhunshme ndaj krimeve. Ata specializoheshin në grabitjen e bankave dhe trenave, duke përdorur nitroglicerin për të hedhur në erë kasafortat, në vend që të përdornin dhunën. Vjedhja e tyre më e rëndësishme ishte grabitja e trenit në vitin 1924 në Rondout, Illinois, ku ata fituan në mënyrë të habitshme $3 milion, një shumë masive në atë kohë. Kjo grabitje ende qëndron si një nga grabitjet më të mëdha të trenave në historinë e SBA-s. Planifikimi i tyre metodik, përdorimi i teknologjisë për epokën dhe metodat jo të dhunshme i bën ata unik midis bandave kriminale të epokës së prohibicionit. Numri 9. Banda e John Dillinger. John Dillinger, udhëheqësi i kësaj bande me të njëjtin emër, ishte një figurë e Robin Hoodit të epokës së depresionit të madh për shumë njerëz. Duke filluar në fillim të viteve 1930, banda ishte e njohur për grabitjen e bankave në të gjithë Midwestin. Dillinger ishte një mjeshtër i maskimit dhe aratisjes, duke shmangur kapjen e policisë disa herë. Modus operandi i bandës përfshinte përdorimin strategjik të pengjeve si mburoja njerëzore dhe aratisje të shpejta dhe të planifikuara mirë. Shfrytëzimet e tyre përfshinin grabitjen afërsisht 2 dyzina bangash dhe madje edhe bastisjen e stacioneve të policisë për armë dhe jelek antiplumb. Guzimi i bandës, sharmi i Dillinger dhe sfida e tyre ndaj sistemit bankar gjatë vështirësive ekonomike i bën ata pjesë të folklorit amerikan. Numri 8. Ushtria çlirimtare simbioneze. Ushtria çlirimtare simbioneze ishte një grup radikal i krahut të majt që u bë i njohur në vitet 1970. Akti i tyre më famkeq ishte rrëmbimi i Patty Hearst, një trashëgimtare gazete. Rasti i Hearst ishte veçanërisht sensacional, sepse ajo ishte trushpëlar, një dukuri i njohur si sindroma e Stockholmit, dhe mori pjesë në aktivitetet kriminale të ushtrisë çlirimtare simbioneze, duke përfshirë grabitjen e bankave. Qasja e ushtrisë çlirimtare simbioneze ndaj krimit ishte një përzierje e ideologjisë politike dhe aktivitetit të hapur kriminal, duke vendosur një precedent të ri në historinë e bandave kriminale amerikane. Aktet e tyre, veçanërisht transformimi i Hearst nga një viktimë në një antare aktive, ishin një zhvillim tronditës në rrëfimin e aktiviteteve kriminale të lidhura me ideologjitë politike. Numri 7. Banda Barrow. Banda Barrow, e udhëhequr nga Bonnie Parker dhe Clyde Barrow, ishte një nga çiftet kriminale më famkeqe në histori. Gjatë fillimit të viteve 1930, ata udhëtuan në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në rajonin qendror, duke grabitur banka dhe biznese të vogla. Karriera e tyre kriminale përfshinte gjithashtu përballje brutale me forcat e rendit, duke çuar në vdekjen e disa oficerëve të policisë. Pavarësisht veprimeve të tyre të dhunshme, çifti u romantizua nga media, duke u bërë simbole të rebelimit gjatë depresionit të madh.
Historia e tyre përfundoi në një pritë dramatike policore në vitin 1934 në Louisiana, e cila rezultoi në vdekjen e tyre dhe i transformoi ata në figura legjendare në historinë e krimit amerikan. Numri 6. Banda Dalton. Banda Dalton, fillimisht antar të ligjit në perëndimin e vjetër amerikan, ju drejtua një jetë e krimi dhe u bë e njohur për grabitjet e tyre të guximshme të bankave dhe trenave në fillim të viteve 1890. Përpjekja e tyre më e guximshme ishte të grabisnin 2 banka në të njëjtën kohë në Coffeyville, Kansas, e cila përfundoi në një shkëmbim zjarri dramatik dhe fatal. Kjo grabitje e dështuar është veçanërisht e famshme, sepse banorët e qytetit i njohën dhe luftuan, duke çuar në vdekjen e disa antarëve të bandës. Kalimi i bandës Dalton nga zbatues të ligjit në kriminal të profilit të lartë dhe fundi i tyre dramatik i kanë cimentuar ata si ikona të epokës së krimit të perëndimit të vjetër. Numri 5. Banda Barker Karpis. Banda Barker Karpis, aktive në vitet 1930, drejtohej nga Elvin Karpis dhe vëllezërit Barker. Ata u bën të famshëm për një seri rrëmbimesh të profilit të lartë dhe grabitje bankash. Kjo bandë u shënua si armiku publik numër 1 i parë i Amerikës. Ata ishin të njohur për planifikimin e tyre të përpikt, i cili përfshinte mbikëqyrje të detajuar dhe përzgjedhje të kujdesshme të objektivave. Krimet e tyre më famkeqe ishin rrëmbimet e manjatëve të biznesit William Ham dhe Edward Bremer, për të cilat ata morën shpërblime të mëdha. Operacionet e bandës, që përfshinin disa shtete, përfshinin shkëmbime të shumta zjarri me forcat e ligjit dhe i bën ata një nga organizatat kriminale më të frikshme të epokës së depresionit të madh. Numri 4. Grupi Egër i Butch Cassidy. Grupi Egër i Butch Cassidy, i njohur edhe si banda Hole in the Wall, vepronte në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20. Ata ishin të njohur për grabitjet e tyre të trenave dhe bankave në disa shtete. Vidhja e tyre më e famshme ishte grabitja e madhe veriore e trenit në vitin 1900, ku ata janë mbathën me një shumë të madhe parash. Banda ishte unike për kodin e saj të rept kundër vrasjes, i cili ishte i rrallë midis grupeve kriminale të asaj kohe. Aventurat e tyre, duke përfshirë përdorimin e famshëm të strehës Hole in the Wall në Wyoming, u bë legjendë, e cila popularizua më tej nga filmi Butch Cassidy dhe Sundance Kid. Operacionet e tyre sofistikuara dhe shmangja e dhunës pa nevojshme i dalluan ata në analet e historisë amerikane të jashtëligjshmeve. Numri 3. Banda James Younger. Banda James Younger, e udhëhequr nga Jesse James dhe vllai i tij Frank, ishte një bandë e shquar pas luftës civile, e njohur për grabitjet e tyre të guximshme të bankave dhe trenave. Operacionet e tyre, kryesisht në Shtetet Konfederate, u pan nga shumë si akte sfide kundër Unionit. Banda i shpëtoi me mjeshtri kapjes për vite me radhë, pjesërisht falë mbështetjes nga vendasit simpatik. Ata ishin gjithashtu të njohur për imazhin e tyre si Robin Hood, pasi shpesh vidhnin nga bankat dhe trenat e lidhur me Unionin. Legjenda e tyre u rit nga grabitjet e tyre të guximshme, dhe hapësitë e tyre për të shpëtuar zbatimit të ligjit, duke bërë ata figura ikonike në legjendën amerikane të perëndimit të egër. Numri 2. Grabitësit e mëdhenj të trenave. Grabitja e madhe e trenave e vitit 1963 në Angli u organizua nga një bandë udhëhequr nga Bruce Reynolds. Ata ndërprerën edhe grabitën një tren në Royal Mail, duke vjedhur 2.6 milion pound, një pasuri në atë kohë. Grabitja kërkoi planifikim të kujdesshëm, duke përfshirë manipulimin e sinjaleve kurudhore për të ndaluar trenin. Pasojat ishin paq dramatike sa vetë grabitja, duke përfshirë një ndjekje masive të njerëzve, gjyqjet e disa antar të bandës që u aratisën dhe më vonë u kapën përsëri. Kjo grabitje u bë një nga më të famshme në historinë britanike dhe që atëherë ka qenë në subjekt i shumë filmave dhe librave. Numri 1. Panterat Roz. Panterat Roz, një rjet ajdutësh nga Ballkani, kanë qenë aktive që nga vitet 1990 dhe janë të njohur për grabitjet e tyre sofistikuara dhe të profilit të lartë të bijuterive në të gjithë botën. Ata kanë vjedhur me sukses mbi $500 milion mallra luksoze nga butiqe në qytete si Parisi, Dubai dhe Tokyo. Grabitjet e tyre karakterizohen nga planifikimi i kujdesshëm, ekzekutimi i shpejtë dhe metoda shpesh dramatike aratisjeje, duke përfshirë përdorimin e motorskafëve dhe makinave luksoze. Ata janë gjithashtu të njohur për guximin e tyre,
siç është vjedhja e diamanteve nga një ekspozit bizhuterish në Cannes në mes të ditës. Shtrirja ndërkombëtare, përshtatshmëria dhe shkalla e suksesit të Panterave Roz i bëjnë ato bandën më të suksesshme dhe më të pakapshme të grabitjeve në historinë e kohëve të fundit. Këto ishin bandat kryesore të hajdutëve, krimet e të cilëve kanë bërë histori në botën e errët. Çfarë mendoni për to banda? Na shkruani në komente.